I gjithë procesi që ka ndodhë për hir vërtetës për ju flasë qytetarëve të Kosovës, jo ty. Aleonca nuk ka hak as hile për këto zgjedhje. As nuk e na keni thirr, as nuk ishëm ardhur, as na ka kërku kush votën, është një betejë zgjedhore që na ka imponu, e po ta jap fjalën që Aleonca për Armërinë e Kosovës ka me bu luftën me krejt fuqinë e vet në këtë betejë zgjedhore, por nuk është betejë, s'kem dash në 1 milion popull me qitë edhe njëherë. Andaj, kur flet për popullin, qeveris o burr, o veç qeveris bre, o veç prej shirita, o veç kur s'keme të pengue, e din shumë mirë që marrëveshjet ndërkombëtare jënë votu me vot Ramush Haradinaj 2 termine të mjeku, dikush menon që është smut, nuk ka Ramushi smut shlirrini, e ka pas të stomatologu 2 herë veç ja kom dhonë fjalën kryetarës parlamentit. Me votin e ti kanë kalu 2 marrëveshje ndërkombëtare. Pra nuk ka këtu inati personal, këtu ka një ngërç politik. Në një situatë e cila e ka përqa popullin, në një situatë e cila është ka na bjen buz problemeve serioze në familje o burë. Pse se votojshë presidenti për Po qysh me ta votu presidenti që s'm ke thirr takim? Am kallzon. Po a tha që s'kisha ardhur. Po s'm ke thirr, s'm ke budget. Po tha që s'kisha ardhur dhe me thirr. Po hiç s'm ke thirr. Po t'lutem më burr. Po ti s'm ke thirr, s'm ke bëu sa. Me ne po thoni që s'kisha ardhur, mandej pa akuzoni se s'keni thirr. Ju kom thonë në parlament. Nuk keni qenë nuk kanë qenë të interesuar me zgjedhjen presidentit. Ja kishin përfshi. Nuk kishin kanë ndërtu proces. As ju nuk keni dashur me votu. As keni dashur. Besia kemi vetë më të a keni votë ju për presidentin për Vjosa Osmani ka thonë as mos ju shkon mendja. Po s'ke çona ke bosh kandidat se me votu Vjosa. Ato që e kanë noterën apin kurtit. Kush po mbron? Smena me to, smena me Sens po merret vesh. Dhe është notera e apin kurtit Vjosa. Më qenë se zoti Mustafa. Është notere Vjosa Osmani se përgjigjem edhe në këtë pyetje. Ermal, po janë do qytetarë që janë të na këshyre pak ma të qete, pak ma, se jemi përfaqësues ty në Ermal, po kthejmë të pyetja e parë që e bune në fillim të emisionit. Pra me 7 qershor janë qytetarët ata që vendosin, pra s'po them diçka këtu, janë qytetarët ata që vendosin se kush ka me fitu zgjedhjet e kush çfarë rezultati merr. Po me 7 qershor, qytetarët e Kosovës, edhe vetë Kosova i ka veç 2 rrugë, s'ka të tretën. Pra, ose kemi me vazhdu në këtë rrugën që jemi tash e sa vjet, ku po me 14 shkull qytetarët e Kosovës patën marrë një vendim për me provu diçka pak më ndryshe, po rezultati është ky që e kemi sot. Pra vazhdon me pas zhurmë, vazhdon me pas urrëtie, vazhdon me pas përçamje, vazhdon me pas dhunë politik, vazhdon me pas sharje, linçime. Unë të garantoj, përderisa na jem këtu në këtë studio duke diskutu live, dikush atje Facebook-a, YouTube-a, veç pëse s'menon njëtë sikur na këtu në këtë studio, o të na e shoh nanën, e motrën, e gruan, e derit, e vorrët, e babës, e të babgjyshit, veç pëse menon ndryshe prej neve. Pra kjo është rruga e parë, që unë se parapëlqej, dhe rruga e dytë për Kosovën dhe për qytetarët e Kosovës që munden me zgjedhje, që unë e parapëlqej me 7 qershor, është me u fokusu çka dojna me bu tash e tutje. Çka dojmë me bu me 8 qershor me ofru qytetarëve të Kosovës përgjigjen në pyetjet që i kanë ata.